Baleti është një art magjik që kombinon vallëzimin teknik, muzikën, skenografin dhe aktrimin për të treguar një histori pa fjalë. Historia e tij është një udhtim i gjatë nga oborret mbretërore italiane, franceze, ruse e deri në skenat moderne. Baleti ka origjinën në oborret e rilindjes italiane. Fillimisht nuk ishte një shfaqje profesionale, por një formë argëtimi luksoz, ku fisnikët në dasma dhe festa shpesh duke veshur kostume të bukura dhe madhështore festonin. Në Kosovë, baleti kombëtar ka luajtur një rol kyç dhe në këtë mënyrë ka krijuar rrugëtimin e tij në skenat tona. Dhe këtë rrugëtim po e vazhdojnë tutje edhe balerinat profesioniste të teatrit kombëtar të Kosovës, duke krijuar kurse për fëmijë, duke ju mbajtur ushtrime dhe duke ju treguar për këtë profesion të bukur. Këto kurse baleti i realizojnë, plotësojnë dhe u zhvillon fëmijëve, në veçanti vajzave të vogla, dëshirën për të prekur skenën teatrale. Natyrisht, edhe shfaqjet që bëhen me të gjitha grupet janë të bukura dhe sjellin shumë harmoni mes këtyre voglusheve. Kostumet në balet luajnë një rol vendimtar, duke shërbyer si një urë lidhëse mes artit të lëvizjes dhe rrëfimit vizual. Ato nuk janë thjesht veshje, por elemente thelbësore që ndihmojnë në realizimin e performancës. Prandaj, siç po i shohim edhe këto voglushe këtu në sallë, janë të veshura bukura, me stil dhe vërtet janë balerina të së ardhmes. Baletankat ose ballet slippers janë pjesë përbërëse e kostumeve dhe ju ndihmojnë balerinave të mbajnë trupin drejt. Ka lloje të ndryshme prej tyre. Llojshmëria e fustaneve, modeleve e ngjyrave është evidente, sepse ashtu është ky profesion. Fisnik, tepër elegant dhe shumë madhështor. Jam në grupin e vajzave pak më të mëdha këtu në balet të mësuesja Leonora. Këtu më herët neve na shpjeguan sa bukur bojnë ushtrimet, sa bukur i bojnë edhe vallëzimet. Apo më tregon se ki emrin? Emri im është Noela. O, Noela, çfarë emri të bukur. Trego, çka do të thonë për ty baleti? Baleti do të thonë për mua që sa më shumë që mësojmë ne, marrim më shumë njohuri për baletin. Është aktivitet i bukur? Po. Tregon për vajzat e tjera, por edhe për djemtë e tjerë që nuk vinë në balet. A është vështirë apo jo? Jo, nuk është vështirë. Çka në kupton me këta nuk është vështirë, duhet me bëu ushtrime vazhdimisht apo si? Do të më ndëgjoj mësuesen edhe do të më ushtruaj edhe te shtëpia, jo vetëm te baleti. Unë jam Liza, i kam 10 vjeç. Sa të pëlqen baleti? Më pëlqen shumë edhe knoqna, çdo herë vi edhe knoqna. A bëni shfaqje shpesh me grupin e mësuesës? Po. A mirë? Shumë. Shumë mirë? Po. Mikrofoni shoqës. Si ke emrin? Adeja. Adeja, më shumë të bukur të kalë. Adeja, çka është për ty baleti? Më pëlqen shumë. Kam qef me au shumë. Dhe e du shumë. Kështu kam qef me bëjë që më thëmë mësuesja. Sa bukur, po. Apo më tregon si ke emrin? Runa.
O, Rona, çfarë emri të bukur, sa vjeti ki? 8 vjeqore. 8 vjeçare. Rona, sa të pëlqen baleti? Baleti më përqen shumë se ushtron dhe bosh një balerinë e bukur. Por çka është e veçantë te baleti? A janë ushtrimet, a janë shoqëria që bën me shoqë apo çka? Janë shoqëriet të shoqës dhe ushtrem. E tregom, kush kujdeset për garderobën tënde për balerinë tash kështu si qeti? Mësusja edhe shoqet. Pra sa bukur nëse ndonjëherës për juve ju mungon një diçka për me lidh flokët, a e ndihmoni njëra tjetrës? Po, e ndihmojna. Sa mirë. Vajzat po më tregojnë që ne duhet me ndihmu njëra tjetrës sepse jemi shoqja, apo jo? Edhe në shkollë besoj që i ndihmoni njëra tjetrës, nëse na mungon një laps, unë s'kam laps, ama e dikush, a e ndihmoni? Ja, kjo quhet bashkëpunim. E kam një balerin tjetër, si ki emri? Arsa. Arsa, sa emrin e bukur e ti. Arsa, sa vjeti ki? 7. Ti ke vesh kostum të bardha, po? Të pëlqen ngjyra e bardhë? Po. Çka është për ty baleti? Më pëlqen shumë se mësojna pika të reja. Të pëlqen edhe kur përgatiteni me mësuesën së bashku për ndonjë shfaqje që keni me pasën fund vit? Po. E tregomi, atë kohë kur e keni shfaqjen, a keni shumë punë a pak punë? Shumë. Lodheni pak? Po, pak. Është e vërtetë që lodheni pak, por pa punu shumë nuk del shfaqja e mirë, po? E më tregoni, kur keni shfaqje, kush vjen me ju pa? Mami, babi, gjyshet. Sa mirë, a i tiri edhe kushërinë të mami pa shfaqjen? Po pra, edhe unë menoj që ata ndihen të privilegjuar kur vini ju me pa shfaqjen tënde, apo? Po. Më trego si, prit, a di çka? A dalim të këtë vajza tjera, tëk, ja kështu, po dal? Edhe po ulem sikur se balerinat. Më tregoni, a ulin balerinat kështu? Ja, kështu. Po kom haru me lidh flukët edhe unë sikur jo pakës. Ta maj qëndrimi pakës më drejt? Po. Këtu e kam një balerin tjetër, cila pas ka një kostum fantastike. Se ki emrin? Alina. Alina, sa vjeti ki? 6. Që sa vjet ti vjen në balet? A ke marrë pjesë në shfaqje? Po. Të ka pëlqy shumë a pak? Shumë. Sa shumë, dush me ma bo me dur, sa shumë? Shumë. Shumë, zoti madh, këtu balerinat pedojnë këtë baletin shumë, apo? Si ki emrin ti? Liza. Ilse sot a kemi pakës ma të ftohur, apo si? A jo? A je ftofën e pak sot, a jo? Jo. Qka ka ndohë sot e ti në shkollë? A ke marrë vakcinën? Po. Ja, këtu e ka marrë vakcinën. Më trego, sa vjeti ki? 7. 7. Do më thënë, këtë kohë është koha ku ju i merrini vakcinat në shkollë. Më trego, a është e frikshme vaksinimi? Jo. Kënë e ke pas afer? Mësusën besoj? Po. Qka ju kanë thonë mjekët? Që duhet me i marrë vakcinat. Edhe duhet mu vakcinu për me pas një shëndet më të mirë. Më herët e pash ushtrimet që i bënët, a jeni duke ju pregatit një shfaqja, apo qka? Po. Si ka emrin shfaqja? Pika me lulje. Pika me lule. Do me thonë ju keni mi pas ato shporta në dorë, me lule, apo? Një nga njerë kena me kap 2, tane e drojna vende. Po. Por një gjë, vajzat e baletit dojnë me nalon neve befasit të dashur miq, që pasaj na me ardh, me ju pa juve pikën e baletit edhe me ju dhënë duar trokitje. A ju pëlqen duar trokitjet në fund të shfaqjes? Po. Edhe a ju thonë prindërve duar trokit një shumë e thirma një emrin?
Në fund vit, çdo herë mësuesit e baletit dhe në këtë rast edhe mësuesja Leonora e ka punuar një shfaqje me vajzat dhe apo më tregon si ka qenë emri i shfaqjes? Duke vallëzuar. Aha, ka qenë ritemi duke vallëzuar, një emër shumë i bukur. Çka do të thonë për ty vallëzimi? Vallëzimi, Të pëlqen shumë? po, më pëlqen edhe në shtëpi vallëzoj edhe shoj konga, edhe në kerë ka njëherë vallëzoj. Edhe në kerë, po, ato të babi dhe së mami, kujdes mbrapa? Ka njëherë. Më tregon si ke emrin ti? Lura. Lura, kostumi që ka shumë i bukur. Tash këtë kostum te ke vesh për shfaqjen e kaluar, po gjithmonë e ruan edhe tash apo? Po, Edhe mande edhe nëse rritesh, nuk do m'ja fal as kujt që më rrit në garderobën tënde. po. Çka të kujton kjo kostum ty? Kjo kujton më kujton mu kur e kena pas shfaqjen e fund vitit dhe më tregon madjen e skenës se e kena pas në fund vit. Oh, sa e bukur të dashur miq. Na thot se magjia e skenës, me të vërtet, skena teatrale dhe skena e baletit është shumë magjike. Po që se njëherë i shkeli ato drasa, gjithmonë kime pas dëshirë me shkeli ato drasa, apo? Gëzohesh kur në fund vit bëni shfaqje? Po, Edhe, a duhet shumë punë? ka njëherë. Por unë mendoj që në atë kohë në fund vit ju zakonisht edhe kryeni shkollën, kërë që mandi mundin një ma gjatë më marrë vetëm me balet, apo? Po, Dhe këtu e kam një vajzë tjetër me sytë të kaltët, më tregon si e ki emrin. Klea. Klea, oh, dhe ti e ki emrin e bukur, edhe këtu një fjongo dhe ke lidh flokët, tamam si një balerinë e vogël. Sa vjeçë je? 6. 6. A ki fillu moti me arën këtë kurs, apo tash vonë? Mamati. Mamati, do me thonë edhe ti ke marrë pjesë në shfaqjen, apo rritemi duke vallëzuar? Tregom, çish ka qenë eksperienca për ty në shfaqje? Mirë. Po, kush ka qenë me të pa? Mami, babi edhe tetja. Oh, a ti përshëndesim? A do me ftu ftezën prap me armet pa shfaqjen e ardhshme? Eja, sepse Klea kam kaq ka me treguar. Trego, çka do me thonë për ty baleti? Me vallëzu edhe me vallëzu kështu me kërcim që kena pika. Po vetëm jo, edhe kur para se me ushtru pikat e baletit ju po bëni edhe ushtrime fizike, plie, grand plie, ato lëvizjet që janë, a janë të rëndësishme ato për balet? Po, Duhet me mësu patjetër? Rregull. Të shohim disa pjesë nga prova që vajzat të mbajnë për shfaqjen e tyre të re. Ato kanë punë për të bërë. unë jam Ora, shumë e du baletin. Unë jam Jura, i kam 5, e du baletin. Unë jam Anea, më duket baleti shumë magjike. Unë jam Stina, e dua shumë baletin. Unë jam Ana, unë e dua shumë baletin, pse mësusja është shumë më e mira në botë. Leonora, një kurs i baletit i jashtëzakonshëm, vajza të fascinuara, të gjitha po e dojnë baletin, dhe unë mund të them që edhe ti, si balerinë e Teatrit Kombëtar të Kosovës, po edhe këtë shoqet balerinat e tua po bëni një punë të mrekullueshme me gjeneratën e re të baletit. A kam të drejtë? Faleminderit shumë as pari që keni ardhur edhe përkrahni gjithmonë artin. Sinqerisht falenderoj ty për këtë punën e mrekullueshme që e bën. Ti e din sa e rëndësishme është puna me fëmijë. Sigurisht unë në bashkëpunim me krejt kolegët e mi mundohemi që maksimum me shpërnda artin ton, gjithë dijen, gjithë profesionalizmin që e kemi. Tregom, sa është sfiduese me punu me fëmijë? Është shumë sfiduese realisht, me që tash po vinë gjenerata të ndryshme, po vinë gjenerata të teknologjisë, është ma probleme i mbajt aktiv, më mundu me marrë maksimumin që na ju japim, po gjithsesi është në fund të fundit është ai feedbacku tepër i mirë që këta dinë me ta jep dashurinë më të pastër të mbotë. Kështu që është vërtet është shumë kënaqësi me punu me fëmijë. Ma herët e ceka që çdo fund vit sjell premier shfaqje, nuk është as pak e lehtë, sidomos në kushtet që ne punojmë, por ti e sjell ata sepse nuk e di a guxoj me thonë ju ke borxh prindërve, por ndoshta ju ke borxh shoqërisë së tërë. E vërtet është, po, e vërtet është, normalisht këta në momentin që vinë të kursit, dojnë me mësu, edhe sigurisht shpërblet me një shfaqje në fund vit që me kuptu çka kanë mbrif fëmijët me mësu, sa janë gatshëm këta me dalë me prek skenën, magjinë e skenës që është shumë e rëndësishme,
edhe normalisht mandej me vazhdu, ne me gjithmonë të prirur që këta me vazhdu për gjithmonë, sigurisht ëndrat e këtyre ndryshojnë vit pas viti, por ne mundohemi maksimumin me ja, po sfiduese me bu çdo 3 muaj gati nga një shfaqje. Unë me që jam për një vit këtu, ka ndodhur, domethënë ka rastis, po sigurisht vitet e ardhshme kemi me bu vetëm një shfaqje sepse është kogja e lodhshme, edhe është ngarkesë për fëmijët realisht. Megjithatë, këta kanë mri me mësu qaq mirë, saqë unë jam shumë e lumtur, shumë e lumtur jam me punën e gjithë fëmijëve. Më tregovesh kam dëshirë një pyetje të fundit ta bëj. Si e përzgjedh shfaqjen? Këta më japin motiv, realisht. Realisht më japin motiv edhe unë gjithmonë jam në shërbim të fëmijëve. Jo, nuk e kam atë egoizmin profesional me tregu unë çka më me bu, sigurisht unë kam qef që këta me dalë sa më mirë, dhe këta dalin sa më mirë në momentin që unë ja u bëj më të thjeshtë, më të kapshme, që këta mu duk sa ma bukur edhe sa ma njëjtë. Për mu kjo është shumë e rëndësishme, sigurisht unë kam ëndrat mëdha, me bu shfaqje magjike, po gjithmonë është ajo që sa këta mrin me marë edhe me realizu ato që unë e kam mendje. Kështu që vi me naj dëshirë shumë të madhe, vi këtu këta ma ndrojnë mendjen. Kështu që deri në fund jemi me këtë luftën që këta më japin diçka, unë jap diçka dhe sigurisht del më e mira mundshme. Faleminderit shumë, të uroj sukses. Shumë faleminderit për juve. Faleminderit. Lora sot na sjell një recetë shumë të lezetshme. Përshëndetje, unë jam Lora dhe mirë se vini në kuzhinën time përsëri. Sot kemi me përgatitur supë, pra supa më pëlqen më shumë dhe ha ato për çdo ditë, kështu që vazhdojmë ta përgatisim atë. Së pari, përbërësit kemi mielin, disa kube supe, karrota dhe disa fide. Do ta hedhim në miell. Pashtu kemi edhe vojën. I përzijem me një lugë. Derisa të zihet supa, Lora vendos të lexoj disa faqe nga libri të cilin ajo veç ishte duke e lexuar. A thua, i pëlqen supa që ajo ka përgatit vetë.